Shkodra në 11 maj do t'jetë udhëheqësia fitore së Partisë Demokratike që e presin të gjithë shqiptarët. Kështu shpreh kandidati për deputet i Partisë Demokratike në Qarkun Shkodër Bart Spahia gjatë një takimi me kryefamiljar të Postribës, të cilët i ftoi të mbështesin masivisht programin e Partisë Demokratike, që prek problematikat me të cilat prej 12 vitesh ata përballen dhe ju jep zgjidhjen e duhur. Asgjë nuk do t'i ndalë qytetarët të rrëzojnë me votë këtë qeveri për te i përdorimit të parave dhe bandave për të intimiduar votuesit, shtoi Spahia. I takon Shkodrës, i takon Postribës në veçanti me u bë pararoj e fitores edhe ndryshimit që e presin tanë shqiptarët. Na nuk vim sot përpara qytetarëve, bashkëqytetarëve tanë vetëm me idenë e denoncimit të asaj që ka bë keq kjo qeveri tash 12 vjet, por vim sot edhe me një ofertë të jashtëzakonshme, siç është programi i Partisë Demokratike, i cili përfshin në vetvete çdo aspekt të jetës shoqërisë tonë. Këto 2 javë ne duhet t'i shfrytëzojmë maksimalisht që me bind sa më shumë njerëz, jo vetëm demokrat, por edhe njerëz të pavendosur, njerëz të lkundur, qoftë edhe socialist që gjatë tyre viteve janë zhgënjur thellësisht, se unë kam bindjen absolute që ato po një lloj si të tjerë, ne tjerë kanë vujt pasojat e këtë qeverisjes. Përveç pak njerëzve, një grushtit njerëzve që mund të kenë pa përfitime, shpeshherë në mënyrë pa ligjshme nga kjo qeveri, të tjerët po një lloj kanë vujt si na. Kështu që duhet t'ju kërkojmë edhe atyre na bashkohen në rrugtimin ton drejt fitores së 11 majit, i cili është i sigurt. Ju e shihni demoralizimin e kundërshtarëve tonë. Nuk kanë ma as justifikim, nuk kanë ma ofertë, nuk kanë ma që i thojnë qytetarëve. Pjesa vetme ju ka met kërcënimi me vendpunet, kërcënimi me kashatën e buks, kërcënimi me bandat.